Kryengritja paqësore 20 shkurtit paraqiti para çdo shqiptarve, para çdo shqiptari, dyshën Rama Balluku më të nxirë se kur ndonjëherë. Por kjo nuk ndodhi vetëm para shqiptarve. I rrufeshëm ka qenë pasqyrimi I kësaj kryengritje në mediat më të mëdha të botës. Ka një vendosmëri të papërmbajtur për t'i shkuar gjë në fund këtij misioni me rëndësi të jashtëzakonshme për fatin e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Largimin e këtij binomi famëzi nga qeverisja. E shtuna është dita e kryengritjes paqësore, qytetarët me zjepresin për të shprehur zemrimin, revoltën e tyre, urrejtën e tyre ndaj hajdutëve, do t'jetë një revolt, një kryengritje, do të thosha nga më të fuqishme ose më fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarisë saj. Për të gjitha do informohej në përputhje me vendimet që do merren. Por e shtuna është dita e triumfit të opozitës, e triumfit shqiptarëve mbi hajdutët. Të përshëndes herojtë e revoltës me forcën më të madhe, keqtrajtimin policor, policesk që u bë ndaj të rive, të cilët ishin energjia, guximi dhe fytyra e vërtet e protestës, denoj me forcën më të madhe sulmin ndaj selisë Partisë Demokratike dhe I paralajmëroi Edi Ramën të ndërpres çdo sulm ndaj selisë, sepse përgjigja mund të jetë ajo që nuk ja pret mendja atij. Degët e Partisë Demokratike kanë marrë porosi të bëjnë rikondicion për të gjitha selit e Partisë Demokratike në qarqe dhe rrethe, dhe unë e paralajmëroj dhe një herë, sepse ju e keni pa sulmi në mënyrën më absurde u përqendrua tek selia. Aty u pozicionuan një grup banditësh me uniformë që qellonin me të gjitha mjetet në drejtim të selisë dhe të një grupi protestuesish që ishin në rrugë para selisë. Çfarë përbënin ata? Çfarë kërcënimi përbënin ata që qëndronin para selisë tyre? Në fakt po sulmoi selia. Dhe unë përsëri them, po Edi Rama të garantoj që për të shtuar lkurën e tij do donte që t'ja digjnin 5 herë selinë e Partisë Socialiste aty ku është. Por ajo nuk do ndodh kur don ai.